globalizimi I pakontrolluar. Because social democrats forgot about the workers Demokratët socialist who used to be their base. Kanë haruar, mund të themi, punëtorët, të cilët kanë qenë baza e tyre për një kohë të gjatë. On minor things, forgetting the big topics. Dhe janë duke fokusuar më së shumti në çështjet më të vogla dhe të një rëndësie dytësore sesa në çështjet kryesore aktuale. Duhet jemi shumë të kujdesshëm dhe të ndërgjegjshëm se e djata nuk do të zhduket në vetvete si një ëndër e keqe, por do duhet të punojmë si në vendet e Europës perëndimore, ashtu edhe në vendet e Ballkanit perëndimor, do duhet të jetojmë me të. Në momentin që e them këtë gjë, nuk jam duke nënkuptuar që do duhet ta kënaqim apo do duhet që t'i japim më shumë territor të djathtës ekstreme, sepse do kërkojnë gjithnjë më shumë territor në vijim. Por do duhet të kemi më shumë vetbesim edhe të marrim më shumë masa. Duhet të kuptojmë që pjesa politike ka të bëjë së tepërmi me pjesën e perceptimit të popullsisë. Të jesh politikan dhe të merresh me politikë, kupton që do duhet të tregosh empati dhe të jesh aty për pjesën më të madhe të popullsisë. Të jesh politikan do të thotë që nuk mund të ankohesh se populli ose qytetarët nuk të pëlqejnë. Është në detyrën e politikanit të fitoj zemra dhe të fitoj besimin e qytetarëve. Mendoj se si progresist do duhet të mësojmë sërish se si të fitojmë popullsinë dhe se si të fitojmë zemrat e tyre. Për sa I përket Shqipërisë, jam tepër I lumtur të them se Partia Socialiste është në fuqi për disa vite me radhë tashmë. Por mendoj se politikat progresiste mund të fitojnë dhe mund të marrin më shumë zënë në Ballkanin perëndimor, patjetër sepse është e rëndësishme dhe kjo mund të sjellë në një bashkëpunim më të mirë brenda rajonit. Politikat progresiste është garancia më e madhe, mund të themi, që Ballkani perëndimor ka për momentin që ky rajon nuk do të shkojë dhe nuk do të kthehet në situatën e viteve 1990, por do të vijojë drejt rrugës progresiste. According to some recent data, 14 to 16 million people. Jo më shumë se 40 deri në 50% e popullsisë jetojnë në vendet e Ballkanit perëndimor. Pjesa më e madhe e tyre janë moshë e konsiderueshme, moshë e madhe. Dhe kjo do të thotë që ne nuk kemi më mundësinë dhe privilegjin të humbim më shumë njerëz. On the contrary, we will have to think how to keep. Në këto kushte do duhet të mendojmë se si të mbajmë rinin ton në vendet e Ballkanit perëndimor duke ju ofruar mundësi më të mira. Nuk mund të mendojmë zhvillimin e mëtejshëm të socialdemokracisë në rajon pa individët e rinj që janë pjesa më e rëndësishme dhe ardhmja më e rëndësishme e vendit. On the nationalistic card, on progressive policies, but it is the task for the progressives, for the detyra e progresiste dhe politikave qendrore të gjejnë përgjigjet e duhura për të arritur këtë detyrë dhe për ta bërë rajonin përsëri tërheqës për të rinjt. Mund të mendojmë se jemi më të mirët, por nëse njerëzit nuk votojnë për ne, ky është fundi I Faleminderit zoti Spasov që ishit me ne. Faleminderit.